që ta llogarisim të kështu kollaj, le ta bëjmë 10 këtë. Ti bëjmë llogarit kollaj. Minus 4.000, do më dhënë ky person merrte 36.000 lek. Sepse i qeshin vetëm sigurimi shoqëror dhe shëndetësor. Tani, me rrogën e re, duke filluar nga 1 janari, nuk është më paga minimale 20.000 lek, po është 50.000 lek. Pra, i njëjti person, i cili merrte 36.000 lek në muaj, tani, kjo nuk tatohet mbi të ardhurat personale, kjo tatohet prap 9.5 dhe 1.7, ta bëjmë 10, që ta kemi për lehtësi. Tani ky person merr 45.000. Nga 36 në 45, bëjnë gati 9.000 lek. 3-ja, 90.000 lek. Pra, nga kjo, nga 45-a te 36-a, me afërsisht. Pra, një njeri që në dhjetor merrte 36.500 lek, tani do të marr? Në janar do marrë 45.000 lek. Apo 400.